Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer këtu në She's on Air, Top Albania Radio. Mund ta ndiqni edhe në kanalin 10 Digital Bit edhe 100 FM në Top Albania Radio. Tani kemi prapë Rindin këtu sepse ne na pëlqen shumë tematika. Rindi mua po më duket Olivia, kështu e ke parasysh një mision shumë i vështirë për të arritur, për të nxjerrë një përgjigje. Askush nuk është një mision i vështirë, thjesht ne dua ta kuptojmë pak më shumë Rindin, dua që ty të flasësh pak më shumë me ne, që ne të kuptojmë. Si e mendon Rind? Më thuaj pak, cila mund të jetë goca që të ka zgënjur më shumë deri më tani në përputhen? Realisht që më ka zgënjur më shumë është Dasina. Pse pikërisht Dasina? Po se kemi bërë një takim shumë të bukur, e kanë pëlqyer të gjithë. Të ka ngel pak kështu në mendje? Ka pëlqyer Dasina. Shiko, se këtu është problemi. Unë gjatë bisedës që kemi bërë, i kam thënë me kuptimin që femra që do kem në krah, për një vit do ta ketë barkun e fryrë. Edhe kjo është mërzitur me këtë pjesë. Ndërkohë që ka dalë Dasina na fal që të përmendim, që ka dalë në takim me Krisin, po në takim të parë, muhabet bebi. Po kthej thonte për mua shaka, kurse për vetë thash me shaka. Orinte ato të përqafoj se po ndihem shumë keq. Tani kuptuam që arsyeja ishte Krisi. Dasina! Arsyeja ishte Krisi, pikërisht sepse mund të ketë interes shumë të fortë në. Jo, kjo bëhet fjalë shumë kohë më para që në fillim të programit që kam dalë në takim që ku erdhi. Nuk ka gjë më të bukur të thotë një djalë që po njihesh ose i dashuri që dua që ti jesh me fëmijëve të mi dhe ajo të iki. Je budallaç? Je budallaç? Gjithsesi ja ka jetën e vet. Po un kam i gjoj që un jam besik nga të gjitha anët, edhe në qoftë se un flas me dikë, un s'mund nxjerr kurrë biseda. Un çfarë flas mbrapa skena me dikë, ne mund të bëjmë muhabete shumë pista, po s'mund t'i thush ti Megit që kemi bërë këtë muhabet. Se këtë i tregojnë që më ka bërë kompliment nga mesja poshtë, ti tregojnë muhabetet që kemi bërë. Qamino. Ka intriga. Shiko, unë dua të bëj një marrëveshje me ty. Më thuaj. Se ti je shumë djalë i mirë. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Edhe ju të gjitha këtu. Tani po i përfshit gjitha, s'do të bëj çfarë. Ti je djalë i mirë, unë ty do të bëj një vajzë të mirë. Okej, do të gjej një të dashur. Kështu me vezët e pashkeve. Po? Jo, do të gjej një vajzë. Por do lësh përputhen, pranon? Po. Okej. Po, pranon pa e parë pa takuar asnjëherë. Jo, do ta shikosh që po pëlqen. Nuk është se ajo do ta sjellë vajzën. Ja që Rindi nuk është futur për show. Rindi po kërkon dashuri. Jo, unë ta thash, unë po i shkoj deri në fund me kuptimin jo që s'kam se ç'a bëj. Po thjesht po rri. A mendon që ka ndonjë gotë që ti mund të dalësh çift në fund të këtij rrugtimit? Aty brenda? Po. 99% se besoj. Vetëm po erdhi ndonjëherë. I'm so sad. Po tani për mua për shembull ka të bëj shumë kjo pjesa puthjes. Unë nëse shoh një femër që puthet me dikë tjetër, ti nuk mund të dalësh me të. Tani se s'po them që Jo, mendoj se është e drejtë. Po, për mendimin tim është e drejtë. Unë jam vënë ciklet. Vërtet mund të kesh marrëdhënie të tjera më përpara, është okay, po në momentin që një është po ta shoh në publik që puth tjetri është pak e tepruar vërtet. Për mua s'ka shans. Edhe me këtë kam qenë një prerë unë deri diku jam mërzit në fillimet e përputhen që në seri të parë që më puthi Katerina. I puthi kështu ishte. Më ngel ti Katerina, në fillim ti ke pas një takim ku ki tregu si shumë të mëdha lekësh, pse ke bërë këtë gjë? Çfarë do të merran super lek? Jo, se kam bërë për lek atë. Për çfarë? Thjesht mora makinë. Tani se njerëzit thon pse mora atë makinë? Ajo për shembull takimi i parë jo se kishte lidhje me mi tregu Katerinës. Unë e bona për prezantimin tim. Me dal sa më bukur vet. Është diçka sipërfaqësore, je ai i lekëve dhe makinave të shtrenjta? I lekëve makina, jo, s'është e imja. Po pse e prezantove me atë makinë? Se ti u prezantove, prezantove s'është jotja. Po. Ku e ke ndjekur? Po për zotin e kam ndjekur. Si e ke ndjekur? Çka kam thonë? E ke marrë. E di që e ke marrë. Ti ke thënë që ka marrë me qira. E di që e prezantove me makinë. Po si prezantove? Domethënë unë nëse jam në përputhje dhe dua të njoh një mashkull, kur vjen një mashkull që është me makinë me qira, pse po më tregon diçka që ti nuk je?
Pra pse mua po më ngre pretendimet sepse ajo makina ka qenë makinë që Katerina e kishte shumë. Po dush mu, ta siguroj. Po jo mos ka rëndësi. Po ka shumë rëndësi. Ajo që do të doj për atë që jo me gjëra. Rindi, ndoshta do biesh në borxhe, do ta shesësh atë makinën dhe do ngelesh për në autobus do burr. Çfarë të bëj unë? Ndahem nga ty. Unë se mora makinën me njofti djalin e makinave. Tani makinën ai kishte marrë se ishte makina që kishte qef Katerina? Po. Makinën e Po kam se ju kam ndjekur. Po se ju kam ndjekur. Më tepër diçka e bukur, ai mori diçka që ti bënte për shtëpia saj. Është si puna dasmës. Pse një person kur martohet, I herë martohet Robi. Është tjetër gjë ajo. Po jo pra tani se ngënjeve. Është si pjesa dasmës. Krahasim gabuar. Me Jo, makinë nuk sa është më një pjesë e bukur. dasmës. Jo, e di pse se një njeri që të do të doj për atë që je, jo për atë Po kush tha që do mdoj për makinën? A e more makinën për të rënë në sy Katerinës apo jo? S'ka shans për Katerinën. Në fillim Unë do ta hap tani. Mos e sulmoni djalin. Mos e sulmoni djalin, sepse tani ki dashme domethënë është sikur ti do me bëj një tim, me çon ke një hotel shumë të bukur, nuk është pija jote, po çon në një hotel, po bën diçka të ndryshme. Mund të them tjetër gjë. Po them tjetër tjetër gjë komplet. Po them faktin që ti zgjodhe ta prezantoje veten me atë makinën, është zgjedhja jote. E lam këtë. Tani ajo makina, unë jam shumë e bindur që ishte makinë që Katerina e kishte shumë qef. E mora vesh aty që kishe qef Katerina. Unë do kisha vesh aty vallaj. Kisha baktelloj debatin nëse se Rindi do kishte thënë, po kjo është makina ime, ndërkohë që nuk ishte makina e tij. Po, edhe gazetarja më ka pyet gazetarja si do prezantohesh, si do thosh. Po tani i thash nuk është normale, themu që është makina ime se. Po ti ajo t'ja ke thënë, të ka pyetur është. Ja. Mirë, lëm këtë temë unë. Mos gënja se gjej me fakte. Jo, me faktin që Rindi. M'fal, ti them dhe Inës për një pyetje. Nëse unë vajzën do të çoja në një restorant shumë të shtrenjtë. Çfarë do i tregoj aty unë? Që është Thjesht do kalonim një eksperiencë. Po të njëjtën gjë kam bërë, kam marrë makinë shtrenjtë. Jo, shumë mirë, unë e shoh në këtë kohë shtrim. Nuk është e njëjta gjë. Ai me një vajzë që ka dalë, ka bërë maksimumin e tij, asaj ti ndëri këtë dua ajo të ndihet mirë. Po kërkoj unë ta pranoj që e bëra për këtë arsye. E ka pranuar në emision ai, besoj kjo. Unë e kam pranuar që kam dash. M'fal, unë e kam pranuar që në takim të parë kam dash të dalë bukur vetë. Rindi një kuriozitet tani, cila është dhurata më e shtrenjtë që ke bërë ti një vajze, se ti ke deklaruar që ke pasur mbi 30 partnere dhe ua ke bërë shefin të gjithave. Rindi. Nuk mendoj që ke pasur 30 me tipin që ke. Ore, Pse? mbi 30, nuk e di, më duket shumë 30. Po mjaft në 2026 Tani, ndimu. ka shumë tani do ma thuash cila është dhurata më e shtrenjtë dhe ja ke bërë. Varse. Do ma thuash çmimin apo? Ke 230. 1000 lekë. Okej. Normal. Po ja ke bërë shefin të gjithave? Do thush pse kam Ka hek. meritum. Rindi a din çfarë të vlerësoj shumë për thjeshtësinë që i ke, edhe sinqeritetin. Bravo. Kam thënë gjithë edhe shkruaj shumë mesazhe, vazhdo po kështu prandaj kam vazhduar drejt, ashtu do mbaroj. Dhe të uroj vërtet që të gjesh një vajzë që të përshtatet Rindi, unë do të bazohem pak. Realisht Tani unë do doja jashtë. ndonjë koment për ish kolegët tuaj, ish konkurrentët të përputhen, për Selinën, Ninën dhe Casey. Dua një mendim nga ti, meqense je shumë i sinqert, shumë i thjeshtë edhe. Unë realisht me Stelinën, që në ditë parë kur jemi prezantuar, domethënë mas puntatës parë, e kam komplimentuar, i kam thënë që je vajza që çdo mashull do ndërronte. Do shikoje vetin jashtë me Stelinën. Tani jo. Jo, unë po tham kur ishte pjesë e emisionit. Në fillim ti ishe serioze, për të po them. Çfarë ka ndodhur? Ajo si gocë prap. Se tani jo. Po se S'ka ndryshuar që të thosh ndryshoi dhe. Djali e tha sepse ka puthur Casey, sepse ka pas historik që dhe kjo për është pjesa që unë s'do ftoja kur ja kam thënë dhe aty, që në ditë parë domethënë kuptova që kishin një kimi bashk. Edhe me Kesin u bora shokëve që kishte në lagjën time. Ki pas ndonjë sinjal nga Stelina, mendon që mund kishte një pëlqim Selina? S'ka pas pëlqim, se është edhe kjo. Njeriu është si magneti, nëse tërhiqet. Por në parim do ishte një gocë që do të pëlqente. Po normal. A mendon se Selina dhe Casey do zgjasen si çift? Unë se besoj po juroj jetë sa më jetë gjatë, edhe me i beb që kishin bë plan. Mirë, Rindi çfarë mendimi ke për Inën ti? Ishte ajo shkaktarja e ndarjes së çiftit Casey dhe Stelina? S'mund të them që ishte shkak, domethënë si e thonte Selina. Edhe ajo mund të ketë gabuar në disa pika, po Kush? Ina, okay. Se kthi thonte
për pjesën që e mbrojtin studio. Domethënë kush do donte një mashkull të tillë, këtë e thonte që nuk e pëlqejnë atë kuptim. E kuptojmë. Këto janë gjëra të jetës. Është pak kontradiktore. Do të kishte pëlqyer me hyrë në Big Brother? A mendon që do e kam Po më suportove ti për vitin tjetër. Po të suportova. Po. Po mirë, të suportojmë të gjitha, Do që të do të mik pëlqente. ty. Jo vetëm unë këtu. A disi do iki, po nuk ikën nga sa u komi kom. Rindi ishte shumë kënaqësi që të kishim. Faleminderit edhe ju jeni shumë të mira. Po më thuaj. Do thoja për Rindin që nëse nuk do ta kesh të dashur, ja them gjithë gocave, ja vlen ta kesh shok, se është shumë Është djalë i shumë, këndshëm. vërtet. Thash që do futem lajmis. Lajmi se quhet, po. Ama mos të Jeni ndjeni bërë shok kjo gjëja kudo që të gjitha vajzat thonë të kenë shok, se Jo, pastaj Ishte Ama shumë se neve se me ndihmu e futëm në friend zone. Ndoshta shumë shpejt mund të kemi kaçorrelse në krah. Më pëlqen, bravo Rindi. Go Rindi. Na la tani kështu me pikpyetje. Kush është kjo çfarë? Bisedime. Brune Bjonde? Jena në bisedime si Kosova me Serbinë dikur. Për paqe. Po Esma. Kaçorrelse? Po jashtë emisionit ku është kjo goca? Edhe jashtë ndoshta. Jashtë, është. Megi po jani fute brenda në përputhën. Faleminderit. Dua të shohim shoh. Rindi ishte shumë kënaqësi, Kënaqësi edhe nuk e di, imja. njëri Ju fantastik, na falenderoj, dhe energji shumë jeni të shumë të mirë. mira. Të uroj më të mirat, suksese në program deri në fund. Shpresoj që Faleminderit të edhe dalësh ju i suksese dashuruar në program dhe në patjetër. jetë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit që ishe. Gjithë Kalojmë të në mira. publicitet, deri kthehemi pas pak. Faleminderit. Me një të ftuar special.